Rasti që kemi këtu është rasti një pacienti i cili ka patur një punim protetik fiks për një kohë shumë të gjatë dhe si pasojë e forcave të kafshimit dhe si pasojë elementeve të paktë të dhëmbëve që kishte, ka patur një nivel luksimi dhe humbje kockore përreth dhëmbëve të tij, kështu që jemi detyruar të bëjmë ekstraksion të atyre elementeve që kanë mbetur dhe duke qenë se në zonat e molarëve kemi sinusat shumë afër dhe pacienti kërkoi një zgjidhje më të shpejtë. Koha ishte kufizuar dhe punimi protetik në këtë rast, duke qenë se edhe pacienti vetë ishte me një maksil të vogël, është vlerësuar që të bëjmë një sistem All-on-6 me 2 implante në zonën e molarëve, do arrim në një kënd i klinimi diku në 30 gradë të drejtuar mezjalisht. Pra, e gjithë punimi është bërë në një sistem All-on-6 dhe me një ngarkesë imediate me implantet tona Acer. Punimi protetikor është ngarkuar brenda 24 orëve dhe vlerësimi i rastit radiologjik i rastit është bërë pas 3 muajsh dhe recesionet kockore nuk kemi patur asnjë dhe punimi protetik provizor që është bërë imediat ka një stabilitet mjaft të mirë, na ka mbajtur aktive pjesën e kafshimit dhe fonetikës dhe të funksionit në pacientin tonë, kështu që pacienti asnjëherë nuk ka mbetur pa dhëmbë dhe zgjidhjet që ne japim pacientëve tanë në rast të ekstraksioneve multiple ose edentulit totale, pra heqjen e të gjithë dhëmbëve dhe ngarkesës imediate, pra vendosjes së implanteve dhe në të njëjtën kohë, brenda një kohë shumë të shkurtër, 24 deri në 48 orë, kemi mundësinë për të vendosur dhëmbët provizore, dhëmbët të cilët të janë të fiksuar dhe të ngarkuar tek implantet. Dhe praktikisht pacienti i ka si dhëmbët e tij, kështu që mund të fillojë të ushqehet. Pacienti ynë është kthyer në klinikë pas 4 muajsh dhe kemi parë që çdo gjë ishte siç duhej. Nuk kemi patur asnjë lloj problematike, qoftë me implantet, qoftë edhe me indet e buta ose me gingivat. Është bërë punimi protetikor fiks definitiv dhe mund të shikoni edhe në fotot, të cilët tregojnë qartë një estetik shumë të lartë dhe pacienti jon mbeti mjaft i kënaqur nga ky punim.